Xhavit Haliti ishte kryetari i Kuvendit të Kosovës për disa mandate nga radhët e PDK-s. Ka thënë se lëvizja vetëvendosje përkatësi është Albin Kurti, po synon të jetë kryeministër me 61 ose 62 vota. Haliti ka thënë se sipas komunikimeve mes njerëzve dikush duhet të japë 1 votë ose 2 vota Kurtit. Në këtë rast, lojtari interesant është Fatmir Limaj, i cili po deklarohet herë kështu e herë ashtu, por edhe sot ka thënë se nuk duhet të ketë vija të kuqe. Edhe unë s'jam për vija të kuqe, por jam në politik dhe beteja politike dhe është bërë ashtu, o luft, o marrëveshje, dhe dikush duhet të dalë fitues, ka thënë ai. Haliti ka thënë se Limaj e ka mik, por konsideron se atij nuk i takon të jetë kryetari i Kuvendit. Unë mendoj që atij nuk i takon të jetë kryetari i Kuvendit, sepse ka një parti, ose ka 3 deputet të cilët i menaxhon, dhe tani një kryetar i tillë me aq pak mbështetje, sa do të ketë autoritetin e vetë si kryetari i Kuvendit për t'i menaxhuar të mëdhenjt. Tash është njësoj si i beteja e lepurit me luanët. Është i vogël, ka 3 deputet, veti treti, po dua me thënë, mundet me marrë ndonjë ministri, por unë besoj që ai ka ambicie të tjera, sepse duke qenë kryetari i Kuvendit, e di se çfarë mund të zgjedhë, dhe e dyta, nuk e sheh veten pa e pasur një pozicion të fuqishëm në qeverisjen e ardhshme. Dalja e tij në qeveri në cilin do ministri ose zvendës ministër do duhet të jepte dorëheqjen nga deputeti dhe nuk e di kush e ka radhën në atë listën e përbashkët që e kanë. Mund të jetë dikush i AK-s. Unë me qenë në vend të Fatmir Limajt, nuk do të kërkoja të isha kryetari i Kuvendit, sepse nuk e ka fuqinë politike, ka thënë Haliti. Ai ka thënë se në bazë të deklarimeve të partive opozitare, Albin Kurti nuk mund të bëjë qeverinë dhe nuk mund të zgjedhë kryetarin e Kuvendit, dhe si rrjedhoi do të gjendet një marrëveshje politike për të shkuar në zgjedhje. I gjithë zotimi e betimi 2 anshëm se nuk hym në koalicion me VV-n, VV-ja nuk hyn në koalicion me PDK-n. Të gjitha këto zotime opozit kundërshtuese njëra herë tjetrën e kanë sjellë situatën në një blokadë ku nuk mund të shkohet më tutje, dhe zgjedhja e vetme është ose të futet njëra nga partitë në koalicion, ose të shkohet në zgjedhje të reja, ose të krijohet një mekanizëm apo një qeveri e përkohshme në të cilën marrin pjesë të gjitha partitë për një afat të caktuar. Kam thënë disa herë që disa çështje që kanë të bëjnë me të ardhmen e Kosovës duhet të kenë si opsion të realizohen brenda 6 muajsh ose 1 viti dhe më pas të shkohet në zgjedhje të reja, ka thënë ai. Ai ka folur dhe rreth mundësisë së një koalicioni mes VV-s dhe PDK-s, kur ka thënë se kryetari i partisë është takuar disa herë me zotin Kurti. Mendoj se ka pasur dhe takime jo formale mes të tjerëve të 2 partive. Siç duket, nuk është gjetur, nuk ka pasur vullnet për të pranuar opsionin e njërës ose të tjetrës, ka thënë ai.